Magjistri i studimeve të sigurisë Iljasa Saliu thotë se incidenti në Gushinc ndodhi në momentin e publikim të bombës 24, sipas tij komuna e Likovës po mbetet nga ana e shtetit si një zonë status quo. Gushinca është pasqyra më e mirë që tregon ECEA-kët e këtij shteti. Siç dihet, në kohën kur pritej të hidhej bomba 24, 40 ushtar sulmuan 4 policë me gjas në ora 4 të mëngjesit. Për mendimin tim nuk është i rastishëm numri 4 në këtë rast. Përsa i përket çështjes dytë apo pikës tjetër, unë mendoj se çdo ditë më tepër më shtresohet dhe më thellohet bindja se jo rastisht rajoni i Likovës lihet në gjendje status quo dhe çdo ditë më tepër në aspektin ekonomik shkon në regres. E gjithë kjo për ta luajtur rolin e një poligoni ku eksperimentet e ndryshme mund të kryen lirshëm. Çështja e tretë, unë mendoj se ata të cilët kërkojnë votë për pushtet duhet të kushtozohen prej elektoratit me mundësisht me mbrojtjen prej shtetit, sepse ne nuk jemi tashmë të rrezikuar prej 40 personave që për mendimin tim janë në fantom, por ne jemi të rrezikuar, gjithsesi siguria jonë është e pasigurt prej atyre që kanë marrë kujdestarinë e sigurisë sonë. Ne jemi të rrezikuar prej shtetit. Unë dyshoj, faktikisht nuk mund të flas me saktësi, por përmes silogjizmave këtë mund ta konstatoj, sepse ne jemi të rrezikuar prej shtetit, jo prej 40 personave, sepse askush nuk i ka parë 40 persona, askush nuk ka kërkuar ndihmë prej organeve të rendit dhe të sigurisë, por vetëm kemi parë policë të uniformuar me helmeta me jelek antiplomb. Saliu pret nga përfaqësues të opozitës maqedonase që tashmë kur kanë hapur kutinë e Pandorës të vazhdojnë të bëjnë publike skandalet e mëdha. Bombat janë prodhim i atyre të cilët kanë folur dhe vetëm publikim nga ana e partisë politike opozitare maqedonase, por stërzgjatja e bombave dhe lozja me kartat ndjeshme, siç është rasti me paralajmërimet ndjeshme, gjë që po i krijon terren dhe hapësirë pushtetit që të mund t'i mbuloj gjurmët e krimit eventualisht. Dhe për mendimin tim nuk duhet të shkohet me paralajmërime, por duhet të hidhet bomba për goditje, bombat që mendohen se godasin këtë pushtet keqbërës. Sipas tij, reagimin e partive politike në rastin e Gushincës ai e sheh si organizata jo qeveritare.